Investimet globale për energjinë pritet të arrijnë një rekord për $3 trilion në vitin 2025. 2/3 e këtyre shpenzimeve do të shkojnë për teknologjitë e energjisë së pastër, 2 shumës që shkon në lëndët djegëse fosile, sipas një raporti të publikuar nga Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë. Totali shënon një rritje prej 2% në terma real krahasuar me vitin 2024, pavarësisht vështirësive nga tensionet e larta gjeopolitike dhe pasiguria ekonomike, tha agjencia. Raporti parashikon se rreth $2.2 trilion do të shkojnë për burime të rinovueshme, energji bërthamore, rrjete, magazinim, lëndë djegëse me emetime të ulta, efikasitet energjetik dhe elektrifikim në vitin 2025, krahasuar me $1.1 trilion për naftën, gazin dhe qymyrin. Rritja e investimeve për energjinë e pastër pasqyron jo vetëm përpjekjet për të ulur emetimet, por edhe ndikimin në rritje të politikës industriale, shqetësimeve për sigurinë energjetike dhe konkurrencën e zgjidhjeve të bazuar në energji elektrike, tha agjencia. Siguria energjetike është një nxitës kyç i rritjes së investimeve në nivel global, nënvizuan burimet zyrtare. Trendet e investimeve po formësohen nga një rritje e shpejtë e kërkesës për energji elektrike. Shpenzimet globale në këtë sektor parashikohen të arrijnë $1.5 trilion këtë vit, të nxitura kryesisht nga investimet rekord në gjenerimin me emetime të ulta. Pritet që vetëm energjia diellore të tërheqë $450 miliardë këtë vit. Investimet në rrjetet e energjisë po hasin vështirësi për të mbajtur ritmin me kërkesën e lartë, megjithëse shpenzimet mund të kalojnë një rekord për $400 miliardë këtë vit. Në të kundërt, investimet në furnizimin me lëndë djegëse fosile pritet të bien me rreth 2%, rënja parë që nga viti 2020 për shkak të uljes së çmimeve dhe klimës së pasigurt të investimeve. Shpenzimet për naftë dhe gaz parashikohen të kurren me afërsisht 4% në rreth $570 miliardë. Rënja ndjeshme e çmimeve të naftës, rritja e kostove operative, ndikimet e tarifave dhe shqetësimet rreth furnizimit të tepërt të mundshëm kanë detyruar shumë kompani të rishikojnë planet e tyre, theksoi agjencia. Investimet në furnizimin me qymyr pritet të zgjerohen përsëri në vitin 2025, por më ngadalë me 4% në vit, krahasuar me një rritje mesatare vjetore prej 6% gjatë 5 viteve të fundit. Këto investime udhëhiqen kryesisht nga Kina dhe India, ndërsa shpenzimet për karburante me emitime të ulta mund të arrijnë një rekord të ri këtë vit, por do të mbeten nën $30 miliardë. Agjencia vuri në dukje se projekte të tilla janë veçanërisht të ndjeshme ndaj pasigurisë së politikave.